Kryetari i mazhorancës në një miting elektoral në Bashkinë e Fusharzit ka kërkuar banorëve të kthejnë këtë njësi lokale në drejtimin e duhur pas 20 vitesh të keq qeverisur sipas tij nga demokratët. Nëse votoni Franin dhe nëse votoni Aleancën për Shqipërinë Evropiane, ju në 4 vite të ardhshme do të shikoni me mbështetjen e qeverisë për Fusharzin çfarë nuk keni parë në 20 vjet. Edi Rama thotë se në 18 muaj të qeverisjes së tij votuesit e kësaj zone duhet kenë kuptuar dallimin mes filozofive që ndan këto dy forca politike, të majtëve që sipas tij punojnë për të përmirësuar shërbimet dhe cilësinë e jetës për komunitetet dhe demokratëve që për Ramën po bëjnë premtime të gënjeshtërta për ulje taksash dhe të çmimit të energjisë. Mund të jetë një prallë e bukur që votoni Partinë Demokratike që ta merrni energjinë qyl. Po kush do japi qyl energjinë? Ky kryetari i komunës i Ballës? Mund të jetë një prallë e bukur që votoni në 21 qershor Partinë Demokratike se pastaj do kemi taksat më të ulta në botë. Po kush do t'i bëj taksat më të ulta në botë? Kryetari i komunës i Ballës në datë 22 qershor? Për kryeministrin, kandidati i koalicionit majt ka një projekt të qartë për zgjidhjen e problemeve të ujit të pishëm, transportit, infrastrukturës urbane dhe asaj arsimore e shëndetësore.